Jam në studio, njësim këto momente komunikimin së bashku duke parë edhe temën e ditës. Po diskutohet në fakt gjatë këtyre ditëve një projekt ligj për referendumet propozuar nga Partia Socialiste. Kryeministri, kryetari i kësaj force politike, le të themi mori shkas edhe nga ideja që të bëhet një referendum për të ulur numrin e deputetëve, por më pas pra janë zbuluar edhe detajet që për të bëhen referendumet të pyeten drejt për drejt qytetarët edhe për çështje të tjera. Ne pyesim si e vlerësoni, logjika më le të themi më mirë më madhe në botë është që çdo vend të ketë një ligj për referendumet që të vendosin qytetarët edhe për çështje të caktuara apo edhe për çështje lokale në një zonë caktuar, siç ndodhi në Itali, ku bën një referendum edhe për drejtësinë. Por pse bëhet pikërisht në këtë periudhë, pse kryesorja mund të jetë ulja e numrit të deputetëve etj etj. Po ashtu diskutojmë edhe çështje ndryshme të aktualitetit. Mirëmëngjes, urdhëroni. Mirëmëngjes ti. Mirëmëngjes. Të përshëndes. Të dëgjojmë me vëmendje. Kemi kopa... Po, kemi, i mirë pritur je, unë këtu jam çdo ditë, më thuaj. Faleminderit. Për referendumet është vonë. Duhet të kishin qenë me kohë në demokraci, ato janë aty, dhe se s'kanë qenë tash ka arsye jo bindse. Për mendimin tim, ato duhet ishin gjithmonë të aprovuara dhe të bëjshin referendume. Po? Po më mirë vonë se sa kur. Okej. Pra patjetër që le të themi e përqafon këtë ide, që të bëhet ligji për referendumet dhe të bëhen referendumet vendosin qytetarët. Po pra është e përqafuar nga gjithë populli, sepse... Okej, mirë, unë kërkoj mendimin tuaj. Për shembull, nëse do të bëj pyetja, a jeni dakord që numri i deputetëve të ulet nga 140 në 100? Po dhe jo, kështu është pak a shumë referendum. Si do të votoje? Pon? Patjetër, sepse patjetër që deputet janë shumë dhe edhe s'bëjnë asnjë punë. Okej, dakord. Mirë, ke diçka tjetër atëherë se... Të lutem, pa u zgjatur dhe pa fund, të lutem. Me të shkuptoj, ke dhe diçka tjetër, ma thuaj. Jo, nuk u zgjata, thjesht u përgjigja blitz, ju pyetët unë u përgjigja, gati unë nuk pola vetëm u përgjigja. Keni diçka tjetër? Nuk dis, pëse ka pasur... Nuk e gjë. Juve keni punë edhe kështu. Okej, mirë, faleminderit. Faleminderit, përshëndes për telefonatën.